Besimtarët ortodoks në qytetin e Fierit kanë festuar këtë 6 janar ditën e ujit të bekuar. Kisha e Shëngjirgjit ka organizuar hedhjen e kryqit në ujë në Shatërvani në sheshin Europa, ku ky ritual është i përvitshëm. Procesioni nisi me meshë në kish, ku në oborrin e saj besimtarë të shumt mbushën ujin e bekuar, të cilin e konsiderojnë mbarsinë në familjet e tyre, duke sfiduar shiun me intensitet të lartë. Shiu i soçën bekoj dhe i uroj të gjithëve gëzuar. Kjo vit shëndet, mbarsi, paqe në botë. Vini shpesh, vini çdo vit? Po, çdo vit, në çdo festë vim. Çfarë simbolizon uji i bekuar? Sa i rëndësishëm është për ju? Çfarë keni ndjerë ju si mirësi? Si mirësi, siç thonë njerëzit, edhe neve besojmë e besojmë të gjende. Fjala i bekuar, uji i bekuar. Besojmë që të na bekojë gjithë familjen tonë, edhe gjithë botën. Paqe, mirësi të kemi të gjithë. Ju vini çdo vit në kish për të marrë në bekuar? Vim çdo vit, po. Edhe mbajmë të vitin ujin në shtëpi, deri vitin tjetër që do marrim ujin tjetër. Ujin bekuar. Ai mbarsiet të rrethë. Më pas, vargu i gjatë i besimtarëve ju drejtua Shatërvanit të qytetit, ku 3 të rinj sipas zakonit u hodhën në ujë për të marrë kryqin duke sfiduar temperaturat e ulta. Ishte 18 vjeçari nga Roskoveci Samuel Kola, ai që nxori kryqin nga uji në këtë ritual, ku merrte pjesë për herë të dytë, teksa nuk ka fshehur emocionet. 18 vjeç nga Roskoveci. Është hera e parë? Hera e dytë. Radhazi. Shumë. Një mesazh. Ndihmë bekuar. Falenderoj Zotin mbi të gjitha, familjen tim dhe miq që kam. Iri uja ka dorëzuar kryqin metropolitit të Apollonisë dhe Fierit, hirësisë së tij Imzot Nikolla, duke marrë bekimin e tij.